Rruga që lidh Tetovën me Prizrenin pritet të hyjë në fazë konkrete realizimi. Deputeti i koalicionit Vlen, Adnan Azizi, deklaroi se procedurat për ndërtimin do të nisin së shpejti, ndërsa paralajmëroi edhe hapjen e tenderit për projektimin e tunelit. Komuna e Tetovës ka nda mjete konkrete në këshillin i cili i ka votu dhe i ka miratu, 18 milion denar për segmentin Shqipkovicë-Bozovcë, dhe është u punu deri te trasa e cila do të vi para tunelit. Dhe atë që i ka thonë edhe kryetari, edhe ne që i kemi thonë, ju jeni dëshmitar se i kemi bë realitet. Shumë shpejt do të bëhet edhe tenderimi për projektimin e tunelit, edhe shpresoj të nisin edhe hapat konkrete për tunelin. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami sqaroi detajet të trasesë së projektit. Sipas tij, rruga e re do të nisë nga aksi Tetov-Kodra e Diellit në kthesën mbi Shqipkovicë dhe do të vazhdojë deri te ura në dalje të fshatit në drejtim të rrugës për Brodec. Pjesa tjetër e itinerarit drejt Prizrenit do të bazohet në zgjerimin e rrugës ekzistuese. Do të jetë nga rruga Tetov-Kodra e Diellit, kthesa mbi Shqipkovicë që është, deri në dalje të Shqipkovicës, më konkretisht lumi që është ndalje të Shqipkovicës ura që është aty, më thonë, në atë pjesa në ndej të urës, zotan. Edhe pastaj pjesa tjetër e rrugës Tetov-Prizren do të jetë traseja e rrugës ekzistuese, vetëm do të bëhet zgjerimi i njëjtës. Punimet kanë filluar në terren. Informatat që i kemi kanë filluar në terren, është bëj identifikimi i trasës dhe do të vazhdojnë punimet në depërtimin e të njëjtës. Ndërkohë, në dhjetor të vitit 2025, zëvendësministrja e transportit Kaltrina Zekolli bëri të ditur se për këtë projekt janë ndarë rreth 2 milion euro. Ai vlerësoi rrugën Tetov-Prizren si projekt me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik dhe turizmin në rajon.